sinqerisht se unë masi jam dasim kon I martum për para. Sa vjeç që falë? 34. 34. Kur ke qenë I martum? 20 vjet. 20 vjeç? Po. Po. S'ka lidhje, jashtë, se do mos ashtu I martojnë, se tutën mos po devijojnë, mos po shkojnë me sena në këne, po me shqiptare? Po, Toni ka 2 fëmijë? Po, 2 fëmijë, po. Vajzën 13 dhe djalin 10. Bravo! Herët. Bravo. Qa ma bo, qëra, unë jëm rrit me ta, si na konë me një mahal, kështu adin atje, dhe njof pin 13 vjetë, shtu që se kom pas po dikant tjetër, më kom veç me ta, edhe tani dash një, kur përa ke njeri. Super, ama mi që I pas ke 2 fëmijë, që ma mu që I kënë që ma djali me velin, që me velin o djali e në tjore, po. Këta kamermonat I kam me një djali dajës. Aj që E pa të ndru fejë. Që ka vol pula me. Sa mirë, që që kanë emrat? Anisa edhe Arnes. Ata jetojnë në Zvicër? Jetojnë në Zvicër, janë me nënë e vetë aktualisht, janë, do më thomë, një javë jam këtu edhe një javë atje shkollë I thmive, po edhe shkollë I punës, normal. Normal, po. Nice. Super, se unë musëm ka ro fort me përcil bigun, me punët e mija, me krejt, po edhe këtu mirë është me ditë se na edhe kemi shikus tjerin ata që na përcilin neve, kështu që mirë që I morëm qëto informata, t'i rujtë zotit fmit, këtë gja mirë është herët mi kry qëto sena. Po I bohën si shok tash, bohën si shok tash, e kom pos kismetin që ashtu, po nice, tash po më duket vetja, ju bashkë si prind, po si kur shukmi, po bashkë që ashtu dhe gjëratë po e di, që ashtu edhe unë I kom 2 vojza 20 edhe 11 po që tash Rene, nëse Santiago e kom bo, këtë gjatë në pleshni e kom bo, po rrët shmet kjo rrët. Edhe I thesha Patricit, mos e qikë mizës e kjo po dollë. Dha e ti këta shike po me t'jollë dojës. Pak hajgore se qështu është formati I këti emisionit. Super që t'kemi sonte këtu. Faleminderit për juve. Na e kemi Remën këtu që 3-4 puntata që thojnë këta në Shqipni, 3 epizoda, 4 na ka ardhë edhe u knaqëm të bo muzik, edhe kësha pas qef na me bo një pik muzikore, deri sa Santiana bot gati me do pytje, kur kemi fol me tonin për ftesën kërja ku mbo, tha mujna me shty, tha se une kom, tha ti ki podcasta që ki, është ti... Po, ju podcast po është një farë emisioni me Spicy, është skur Hot Ones në Amerikë. Okej. Edhe është me shkollën e Scovillit, me shkollën e Djekësit. Për çdo pyetje ose challenge ti kemi hongër, është format amerikan, tash